Ka paguar Sarën që do e kemi të ftuar këtu, Sara Karaj, është një youtuber nga të parat në Shqipëri. Diku te 500 euro për një video, më ka sjell bashkë me Gretën, më ka sjell mbi 10 fishin e shitjeve nga Portokallia apo Arjan Çani, që ishte mit në atë kohë në 2018 në 2019. Edhe duke i parë shifrat online, unë nuk pagova më asnjë media, kalova vetëm në influencera dhe youtubera. Por tani këta nuk janë studentë të komunikimit, edhe kanë shumë të vështirë. Ty të vjen shumë naturalisht kjo gjë. Unë personalisht e kam provuar, unë s'kam asnjë informacion, madje Ledioni më ka thënë se bëm një test e radio, e do bënim një emision në radio te Top Albania, edhe më tha zëri jot është aq i tmerrshëm që sa s'bëhet për radio, po i thashun është s'bëhet asnjëherë apo është shumë keq për tani, jo, shumë keq kështu, edhe më dha disa teknika dhe duke nisur impostuar pak intonacionin, duke rregulluar pak zërin, tha po ky është zëri që duhet kesh, po e ke këtë zë, je okay. Unë nuk ju futa asaj gjëje se nuk kisha interes, po dhe kontenti që unë bëj është i mjaftueshëm. Megjithatë unë jam pak ndryshe, jam shumë risk taker. Çfarë mund të ketë ndonjë teknik të thjesht për këta studentë që nuk ndjehen perfekt, ndjehen që nuk kanë kompetencë në këto mediume, edhe kanë frikë edhe të postojnë te vetja e tyre shumë gjëra, pra nga mund ta nisin, ose a mund ta mësojnë dhe sa kohë ju duhet? Patjetër, mund ta mësoni. Kjo e zërit njerë është mit. Është totalisht mit. Që ke një zë radiofonik apo se ke. E gjitha mësohet. Po. Unë kam dashur të bëj radio më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe akoma dua. Më pëlqen se është elegante, sepse nuk ka nevojë që të ulesh ta shikosh. Ti mund të lidhësh këpucët, mund të jesh duke ngar makinën, mund të jesh duke bërë palestër, mund të jesh duke ecur në rrugë, edhe ti mund të dëgjosh. Nuk ka atë narcisizmin e televizionit që thot ulu, lër çdo gjë dhe më shif. Radio nuk ka nevojë për këtë. Dhe mua kjo gjithmonë më ka tërhequr gjithmonë. Dhe unë nuk kisha bërë ndonjë provë zëri, ishte një dëshirë e mbjellte unë, sepse unë isha dëgjues që i vogël. Po askush nuk kishte thënë kurrë ti ke një zë të mirë. Asnjëherë s'kisha dalluar unë për një zë, as për të kënduar as për një gjë. Dhe vetëm kur fillova të mësoj duke dëgjuar veten se si ta përdorësh zërin më mirë. Ti vetvetiu, vetëm me praktik, ti dëgjon, të mëson vetë puna. Duke dëgjuar edhe të tjerë se si e bëjnë diçka, si bën një hyrje, një dalje, një mbyllje, një gjë, unë gjithmonë vjedh, vazhdimisht vjedh. Është një libër quhet Vjedh si artist. Ju rekomandoj. Është i vogël. Po mund të vidhni të gjithë, nuk ka asgjë origjinale. Harrojeni këtë. Gjithçka është e bërë. Ka ndodhur gjithçka në diell, thot mbreti Salomon në Bibël. Ne ndërtojmë mbi shpatullat e gjigantëve. Ne hypim mbi shpatullat e tjerëve. Dikush shpiku biçikletën, pastaj shpikën biçikletën elektrike, pastaj skuterin, pastaj tjetrën, po nuk erdhi as motorri më i bukur nga hiçi. Erdhi sepse kopjuan nga modeli i një biçiklete që Leonardo e filloi që 1500 e thanë në Itali. Kështu që nuk ka nevojë që ajo gjëra juaj të shokojë botën, të ndryshojë botën, apo ai libri juaj i parë tjetë romani shqiptar i shekullit, po ka nevojë që të fillojë, ka nevojë që të provosh. Tek The Outliers, Malcolm Gladwell është një autor që unë ja rekomandoj, është botuar edhe në shqip i gjithi, ka disa libra, të gjitha janë hite dhe janë libra të jashtëzakonshëm. The Outliers ai shpjegon historinë e Steve Jobs dhe Bill Gates dhe disa tjerëve. Se çfarë i bëri ata që ishin komandantët e industrisë. Të dy patën rastin kur ishin të vegjël që të kishin akses në kompjutera nëpër universitete, sepse Gates e kishte babain profesor dhe mund shkonte atje në atë universitet së ditë cili, ku babi ishte profesor dhe ai kishte akses në kompjutera që kur ishte 10 vjeç. Dhe ju fut kompjuterit, dak kod, domethënë duke mësuar vet, dhe në kohën, po kompjuteri atëherë ishte një gjë rrallë, askush nuk ishte kompjutera në shtëpi. Kur dolën kompjuter për marrë në shtëpi, ky e bleu i pari se ishte në atë botë. Dhe në kohën kur fillon Microsofti, njerëzit akoma lexonin për kompjuterin gazeta, që do vi një kompjuter në çdo shtëpi, do quhet kompjuteri personal, pra shkurt PC, që i thon ata tash personal computer. Thonë po çfarë është kjo? Po do lidhet me internetin, e shpjegonin ti do mund të shikosh një koncert atje, do bësh kështu, domethënë këto interpretimet se çfarë do jetë interneti, njerëzit ç'është kjo? Ndërkohë ai kishte 10.000 orë. Ai Malcolm Gladwell për këtë flet për 10.000 orët. Janë ajo çfarë duhet, 10.000 orë praktik të bëjnë virtuoz në çdo gjë. 10.000 orë praktik, nëse
bën nga 3 orë në ditë, i thon 10 vjet. Pra nëse ushtron diçka 3 orë në ditë për 10 vjet rresht, ti kthehesh në një virtuoz, bëhesh mjeshtër. Kam një video që kisha postuar kohët e fundit edhe Beethovenin, imagjinojmë Beethovenin ose Mozartin. Shkon për herë të parë, është 2 vjeç, 3 vjeç, hap atë kutinë e pianos, i bie tastit, del nota, pezull në dhomë, është një notë, e dëgjon ky çun i vogël, i pëlqen, zgjidhi bjerë. Peleja me topin e parë, futbollisti më i madh i gjitha kohërave, kur e ka gjuajtur për herë të parë ishte sa topi. Ne jam i sigurt që s'ka bërë gol me atë topin e parë, po ka gjithmonë një herë të parë. Dhe pastaj nga kjo lindin mjeshtrat edhe kryeveprat, po diku duhet fillosh. Diku duhet fillosh dhe të japësh vetes sa më shumë praktik, të japësh vetes aq më mirë për secilin prej jush. Ajo praktika do jetë shkolla juaj më e mirë. Kjo e folëm herën e parë që nisëm këtë aktivitet, që praktikisht edhe praktika për kufizimi është të bësh atë që do të mësosh. Edhe nëse ju doni të mësoni si të bëni video, thjesht bëheni atë që doni të mësoni. Por nga aspekti i asaj që ne jemi njësoj, edhe ti ke diçka që ne nuk e kemi, është ky përballja. Unë nuk jam përballur asnjëherë, nuk kam emigruar asnjëherë, por nuk e di çfarë më ka ndodhur, edhe kuptoj pak diferenca dhe kam vënë re që nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh midis nesh, edhe Amerikës tani e kuptova që ne jemi më rehat nga ajo që më the, po jo në aspektin e asaj që bëjmë. Megjithatë ka ca ndryshime. Nëse ti mund të veçosh diçka që ti e vere që ne nuk e bëjmë, po në këto vende të zhvilluara e bëjnë, por nuk është se është e vështirë për ne ta bëjmë. A ka ndonjë gjë që ke vënë re? Në aspektin e mindsetit. Unë e ceka pak më herët, diçka po i rikthehem në këtë kontekst. Mendoj që të filluarit punë herët, atje është një gjë që atyre u jep një avantazh. Dhe kjo ka ndryshuar edhe në Shqipëri. Tani shikoj më shumë të vegjël, po i quaj, që punojnë. Sigurisht brenda ligjit po flasim edhe për ato orare që lejohet e pasi moshe të caktuar, por atje mua më ka pëlqyer gjithmonë që njerëzit punonin që në gjimnaz dhe për paratë e tyre. Edhe kur i kishin prindrit të pasur, që nuk kishin nevoja për të punuar, por shkonin dhe punonin. Në për këto restorantet kryesisht, siç u thash, kuzhinier, kamarier, punë që nuk ka nevojë për në një shkollë apo për një gjë të jashtëzakonshme, por ti mëson orarin. Mëson që nëse nuk shkon në orar, do të bërtasja i shefi i kuzhinës. Ku je? Mbeten këto pa bërë apo ato pa lar apo ato detyra që janë atje. Dhe kjo disiplina mendoj që i ushtron ata gjatë kësaj kohe. Para se të futen në universitet, ndodh që ata punojnë, gjatë kohës që janë në universitet, vazhdojnë të punojnë, dhe mbasi kanë dalë nga universiteti e kanë këtë përvojën. Mund mos ketë lidhje me atë që do bëjnë më tutje, se ai del avokat apo del inxhinier apo del studius apo ku diun, se çfarë po ndërkohë ka punuar. Ka punuar do të thotë ka respektuar oraret, edhe shkolla vetë është në një farë mënyrë punë. Është disiplinë. Njëherë shefi im, aty ku isha në Boston Globe, më tha, sepse sollën një gocë, e cila u bë mikesh shumë e ngushtë më vonë. Po e kishte mbaruar biologji, edhe kishte mbaruar, nuk e di pse në Australi. Edhe erdhi të punonte me ne atje. Edhe unë nuk e di pse, se unë s'kisha asgjë të keqe me të përkundrazi, shkonim shumë mirë, tash këtia, i thash, cili është kriteri, thash, çfarë duhet të mbarosh që të vish të punosh këtu? Se ne jemi një kompani mediatike, ne merrem me këtë. Çiko Blendi më tha, gjithkush mund ta bëj këtë punë. Nuk kërkon, thoshte. Edhe di çfarë më thot mua universiteti yt, më thoshte, më tregon këtë gjë, që ti 4 vjet, 5 vjet, sa zgjati, ke marrë përsipër diçka dhe ke çuar deri në fund. Dhe kjo thot diçka për karakterin tënd, që ti një gjë që e merr përsipër e çon deri në fund. Më thot që ke bërë provimet, që ke bërë detyrat, që je zgjuar, që ke shkuar atje çdo ditë, dhe tani unë punën këtu mund të ta mësoj. Po më duhet një njerëz që të paktën i ka këto cilësi, që do vi çdo ditë. Dhe nëse vjen çdo ditë këtu, atëherë ai mund të mësoj ta bëj shumë mirë të gjën që bëjmë ne, nuk është në një super shkencë, çdo gjë mësohet. Edhe më bëri përshtypje kjo. Domethënë tregimi i disiplinës të bësh diçka, disiplina është dashuri për veten. Është dashuri për veten edhe kur del për vrap dhe s'të dilet për vrap. Sepse ti do një version më të mirë të vetes. Dhe për këtë po punon, sepse do veten aq shumë saqë do ta shikosh veten mirë, do ta shikosh veten të shëndetshëm. Ti del çdo ditë kur bie shi dhe e bën atë vrapë, nuk është kënaqësi, nuk është qef, është disiplinë, është dashuri për veten. Ti thuash jo asaj çokoladës para gjumit, a ku diun se çfarë, sepse ti do një version më të mirë të vetes tënde. Tani kënaqësitë
janë afat shkurtra. Kënaqesh kur shikon një serial 4 seri në 5 orë. Dhe se next, play next, dhe je aty në divan, duke ngrënë kokoshka, patatina, ku diun se çfarë dhe po thot një tjetër Musonius Rufus, një tjetër stoik thot që vesi thot kënaqësinë ka të shkurtër për njollën e turpit e lë gjatë. Dhe sa ne bëjmë diçka që s'është e duhura, po është gjë e lehtë për të bërë, mbetemi me atë njollën e turpit. Kurse sa herë që ti çohesh për ta bërë këtë gjë që ke vendosur se do e bësh për veten tënde që është e vështirë, që kërkon zgjohesh herët, që kërkon që të qëndrosh lart, zgjuar deri vonë, nuk është vetëm që ti punove ato 5-6 orë, po është edhe virtyti që i fale vetes, që i the vetes që po unë mund ta bëj këtë gjë. Ja e bëra sot, e bëra dje, do ta bëj prap nesër. Do çohem, do vi, do punoj. Dhe kjo në vetvete, pavarësisht se sa punë mirë ka qenë ajo që ke bër, jep diçka, që të jep ty besimin që ti po mund të çohesh, ti po mund ta bësh këtë gjë. Edhe ajo ndërton, hap pas hapi ndërton. Dy gjëra në këtë kontekst. E para njëherë, nëse unë e dua veten shumë, pse të mos shikoj një video në TikTok që thot kur shkon në orar e ke mirë me shefin, edhe e mbyll me aq, se sa të punoj një vit në një piceri. Domethënë ku është ndryshimi? Pse të mos e dua kaq më shumë veten, ta të rinë në shtëpi. Sepse mendoj që nëse e dëgjon nga TikToku, ajo nuk bëhet përvoja jote. Unë mund të them shumë gjëra që është okay ta bësh zërin kështu, ta bësh zërin ashtu, po nuk vajte ta provosh atë teknikën që të than vazhdimisht ti nuk e arrin dot atë. Asnjë gjë nuk e zënçon përvojën. Mendoj. Vërtet, janë 10.000 orët. Shiko, po të ishte aq kollaj, sa duke parë video TikToku, gjithë do bëheshin të suksesshëm, do ishin bërë gjithë miliarderë. Të gjithë i shikojmë këto videot, të gjithë kanë premtime atje, këto 4 zakonet e njerëzve të suksesshëm, 9 zakonet e njerëzve të suksesshëm, 24 zakonet to sa kanë këta. Herë kanë kaq, domethënë kjo gjëja nuk është aq e kollaj. Pra videoja nuk përfshihet në këto 10.000 orët e Malcolm Gladwell për mjeshtrin. Do të thosha se jo. Se po të ishte ashtu unë do i bia kitarës si Slash i Guns N' Roses, që e kam ndjekur për 10.000 orë, po nuk. Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje nga një diskutim mbase që kemi pasur, është që ti ke thënë që e shikoj që ata flasin për gjëra më të mëdha, ndërsa këtu flasin për gjëra më të vogla, njerëzit në aspektin e mindsetit. Pra, edhe unë të them të vërtetën, prandaj lash punën te Aladini, sepse thash, duhet të bëj diçka më të madhe, duhet merrem me diçka më të madhe, mbasi nisa u përballa, po nuk kam emigruar. Edhe kur e pash këtë gjë, nuk bëjnë asgjë më shumë se sa këta student, thjesht mendojnë për gjëra më të mëdha. Si është kjo diferenca në Shqipëri me Amerikën, të themi? Shiko, ajo që unë kam re atje është kjo, që ata, dhe jo vetëm amerikanët, mendoj perëndimor përgjithësi, por ata njoh dorë e parë, kur ti je në fillimet e diçkaje, ata janë shumë inkurajues. Edhe madje të gënjejnë me inkurajime, po sepse kjo është mënyra. Domethënë, një njeri që është në fillim nuk gjykohet. Nuk i tregohet ti s'bën. Dhe i thotë, bravo, ke filluar kitarën, të lumt, okay, shumë mirë, ndoshta do bësh një band një ditë, ai mund mos vlej fare si kitarist, por gjithsesi, njerëzit inkurajojnë. Thon, po, bëje, bravo, po, shumë mirë, ke filluar këtë, po pikturon në këtë moshë, po shumë mirë, po pikturon në këtë moshë. Kam pas një çift pensionistësh që kanë pas shok klase në një klasë. Ata kishin mbaruar punët e tyre, kishin qenë ushtarak, burri edhe shoqja kishin dalë pension, dhe tani vinin atje për të pasur diçka për të bërë. Merrin klasa për grafik, për shembull, për dizajn. Kështu bashkë me ne që ishim student, ne kërkonin diplomën, ata kërkonin të harxhonin kohën, po mësonin një hobi tjetër, edhe e mbanin veten të ri. Gjëra të bëra për qejf, jo për gjithmonë me një qëllim të qartësuar atë, por diçka që më jep kënaqësi nuk është koha e harxuar kohë në atë aspekt. Kurse unë kam parë të kundërtën në Shqipëri. Kur dikush fillon, diçka i thuhet, ti s'bën, po ku di ti, po është shumë vonë. Po pse në këtë moshë, po si ka mundësi, po ti e bërë shkollën për atë gjën tjetër, pse e bën këtë gjën? Domethënë të voglit i bihet. Atje të voglit i inkurajohet, i jepet dora, ngrihet, kurse atë këtu të voglit i bihet, dekurajohet. Është shumë mbrapsh kjo. Dhe pastaj ndodhet kundërta në anën tjetër, në tavan. Këtu të madhit i bëhet vetëm fresk. Ati që realisht duhet mbajtur përgjegjës nga kritika, se si thua, po pse mbas 30 vjetësh gazetari, ky palaçollëk është kjo që mund të prodhojë ti? Kjo si mund ta bësh ti këtë me kaq shumë përvojë? Jo, këtu thonë, bravo, shkëlqeve. E mrekullueshme. Ishte gjithmonë, domethënë, kurse nuk pra e kundërta ndodh. Atje i kërkohet përgjegjësi.
atij që është lart. I kërkohet që t'japi më të mirën, të jetë afër perfeksionit dhe nëse s'është kritika do ta hajt gjallë. Qoftë një regjisor i famshëm, po bëri një film të keq, do shkruajnë, do ta shajnë, do ta bëjnë leck. Këtu te ne shikoj që ka një servilizëm ndaj atyre që perceptohen si të mëdhenj dhe ka një shkeli me këmbë ndaj atyre që janë në fillimet e veta. Kjo më duket se është problem që do të thotë për ju që keni nevojë ta injoroni. Keni shumë nevojë ta injoroni sepse njerëzit flasin, po këtu kam parë që kryesisht vijnë dekurajime edhe nga shtëpia, edhe nga njerëz që ju duan. Unë kam pasur përvojat e mia në shtëpi që unë kam dorë për pikturë, doja të shkoj në lice, nuk më lan. Kam mbaruar gjimnazin ekonomik për shembull në Tiranë sepse shikonin si ekonomist që unë nuk e doja atë gjën edhe nuk vazhdova dot pikturën, unë ende pikturoj për shefin tim, por s'mlan që të shkoja atje, të ushtroja atë gjën dhe ua bëra puçin pastaj kur kisha liri në Amerikë që të zgjidhja vet. Është një fabull me dy bretkoca të vogla që kanë rënë në fund të një pusi. Dhe njëra prej tyre është shurdhe. Tani bretkoca s'flasin, por në këtë fabull flasin. Dhe provojnë tani të ngjiten mureve të këtij pusi për të dalë. Dhe jashtë te gryka janë bretkocat e tjera. Ne do i thon, "Kote keni, është 4 metra pus, nuk do ja dilni kurrë, jeni shumë të vogla, nuk dilet, do të ngordhni, më mirë ngordhni aty ku jeni se sa lodheni duke ngordhur etj etj." Dhe kjo që i dëgjonte arriti deri në far pike, pastaj dëgjon të rzuar ra mbrapsht në fund pusit dhe ngordhi eventualisht. Kurse kjo tjetra vazhdonte. Edhe arriti në një moment hidhet jashtë pusit. Edhe ato i thonë, "Po ti i thonë, ne të thamë ti kote, provoj, po bravo, mirë, ja dole." Edhe po më sheh nuk dëgjoj ta unë ju pash që hapni të gojë, thashë se po më inkurajonit, mendova që më inkurajonit, prandaj erdha. Kështu që keni nevojë ndonjëherë të mos i dëgjoni njerëzit. Keni besim te gjëra që do bëni. Mua akoma vazhdojnë më dekurajojnë çdo moment, domethënë, thjesht unë e kam kaluar si benzinë këtë dekurajimin. Pra sa më shumë njerëzit më kritikojnë për këto gjëra që unë i besoj, si jo për të gjitha, unë aq më shumë motivohem t'i bëj. Tani do kaloj në një kontekst pak për kuriozitetin tim personal, jo të studentëve, sepse të kam dëgjuar shpesh që flet për stoicizmin, edhe unë jam përballur për herë të parë me stoicizmin në 2018. Isha me arrest shtëpie për shumë muaj, edhe po bëja një video që thoshte të uroj fat keq, ditën kur më arrestuan. Të uroj fat keq ishte videoja, e kam akoma në YouTube atë video, e bëra mbas shumë muajve. Edhe për ca muaj në shtëpi isha shumë i tërbuar se s'po e gjeja çfarë ishte se, "Okej, të uroj fat keq, tash do e gjej tani atë gjën." Derisa më doli një libër që thoshte pengesa është rrugdalja, Obstacle is the way, ishte anglisht, po. Dhe aty u hasa me stoicizmin edhe u mesmerize, pra u mahnita sepse Marcus Aurelius para 2000 vjetëve ishte përballur me probleme të mëdhaja edhe ishte perandor nga më të mëdhenjt. Edhe nisa të futesha pak, po nuk hyra në të gjithë kontekstin e stoicizmit, thjesht e kuptova që wow, kjo ishte edhe virtytje dhe e konsideroja atë arrestin si një master, doktoratur, që nuk e bën dot njeri, edhe sigur të doj ta bëj se s'ka ku e gjerë, po se arrestuar. Në aspektin tënd për stoicizmin, çfarë lidhje ka, si u hase, edhe çfarë vlere ka për ty? Unë jam habitur se sa pak dia për stoicizmin në një moshë relativisht të madhe, sepse stoicizmi ka ekzistuar që në lashtësi, ka lindur në Greqi, pastaj në Rom zhvilluar dhe ka qenë gjithmonë aty. Edhe studimet kanë qenë gjithmonë aty, por flitet është folur shumë pak, po sa herë që bota kalon periudha të vështira, ka një trend drejt stoicizmit. Se stoicizmi është për kohë të vështira. Mua më ka rënë një parë në dorë Meditimet e Mark Aurelit, është një libër që dëgjova dikë thoshte në një postim, një djalë që e vlerësoi para pak kohësh, që në universitetet më të mira në botë, këta studentët që jetojnë në këto kampuse, lexojnë, e kishin të detyruar, të lexonin nga Meditimet e Mark Aurelit para gjumit çdo natë. Dhe këtë argument bënte, thoshte elita botërore, fëmijët e më të pasurve në shkollat më të mira, para gjumit lexojnë Mark Aurelin. Ishte perandori i Romës. Te filmi Gladiatori, origjinali, është ai plaku kokbardh, është babai këtij perandorit të keq që vjen më vonë bashkë me të motrën e këto gjërat, por ishte njeriu më i pasur i botës.
ishte me ushtrinë më të fuqishme në botë, në perandorinë më të madhe që kishte ekzistuar ndonjëherë, dhe kishte qef filozofinë, kishte qef stoicizmin. Ishte njëri i betejave, i griu gjermanët në ndërkohë, nuk ishte njëri që flinte gjumë apo që rrinte duke menduar gjithë ditën. Ai do kishte dashur kohë paqe që të zhvillonte filozofinë, por i ra kohë lufte dhe luftë bëri. Po ky ishte ditari i tij. Ky nuk ishte shkruar për ta parë njerëzit. Ishte ditari i tij personal që mbijetoi dhe pastaj botohet dhe sot shitet akoma te Adrioni, e gjeni në anglisht, në shqip, në gjithë gjuhët. Ai shaq i vjetër sa që kushton $4 për shembull një kopje librit apo diçka më shumë në shqip. Por çfarë thot ai atje? Çfarë thot? Shumë gjëra. Janë 4 virtyte kryesore që stoicizmi beson, që është mençuria, guximi, gjithashtu është maturia, një virtyt shumë i mirë, dhe këto shkojnë së bashku për ta bërë njeriu që në çdo aspekt të jetës praktikisht ti pret të gjitha dhe përgatitesh për të gjitha. Dhe nuk atashohesh shumë fort tek një gjë, sepse e di që ajo mund mos jetë përgjithmonë. Edhe mëson që ajo çfarë vlen vërtet është ajo që është brenda teje, ato gjëra që ti kontrollon dot. Ato gjëra që janë jashtë teje, që ti nuk i kontrollon dot, ato duhet t'ia lësh botës. Nuk merresh ti me ato. Vetëm mbi gjërat që ti ke kontroll mbi veten tënde. Dhe të kalit një mënyrë mendimi se si të përballesh me çdo vështirësi. Një stoik thotë që unë e di kur hap derën e shtëpisë për dalë në mëngjes, që sot do takoj mashtrus, hileqar, njerëz që janë xheloz, dhe ti e di dhe ti e vesh atë mburojën që në mëngjes. Edhe nuk habitesh. Edhe nga ata që duan të të fusin shkopin në rrota, edhe ata që përgatisin e thurin komplote kundra teje, ti e pret këtë gjën. Kjo është norma, kështu është bota. Ti bën paqe me këtë, ama vetë thua do bëj më të mirën, për vete dhe për tjerët. Dhe kjo është ndarja, do jemi but me tjerët, po do jem i rrep me veten time. Në një vend thot ai, thot ço, i thot vetes, mos rrisi një qen me batanie, sepse njeriu është bërë për të punuar. Dhe çdo mëngjes njeriu është bërë, kjo na ndan nga kafshët e tjera. Ne jemi bërë për të punuar. Ose do rrim ngrohtë në batanie si një mace, si një qen, si një nga këta të shtëpisë atje, ose do të çohemi si njeri për të bërë punën. Jemi thirrur për të punuar. Jemi thirrur për të mos avrar mendjen se çfarë thon të tjerët. Nuk është detyra jon tu pëlqejmë të tjerëve. Është një gjë në stoicizëm. Nuk është detyra jon tu pëlqejmë të gjithëve apo të tjerëve fare. Ne e bëjmë një gjë sepse besojmë te ajo gjëja dhe jo për të marrë duartërkitje, për të marrë like, për të marrë gjëra të kësaj natyre, sepse stoiku mësohet ta neverisi këtë. Thotë mos e bëj, nëse ti e di që kjo do ta bësh këtë gjën dhe njerëzit do të thonë, sa i mirë, sa i mrekullueshëm që je ti. Dhe ti e di që kjo ishte një manipulim i vogël që e bëre që dukesh e mirë, mos e bëj. Se është e pisët ajo merita që merr për një gjë që në fakt nuk e meriton apo nuk ishte aq e madhe, se nuk të duhen lëvdatat e tjerëve. Nuk jetojmë për të pëlqyer apo për të qenë të pëlqyer, jetojmë drejt. Jetojmë me atë që na është dhënë. Dhe çdo gjë që është një pengesë është në fakt edhe një mundësi. Ai që e ngre dhe e heq atë gurin, ka një fabul në Miti i Zizifit, e kam pasur në zyrë. Po, edhe miti i Zizifit, po është një tjetër më e thjeshtë ajo, më e vogël, me një mbret i cili vuri një natë një gur në atë rrugën që të fuset e portat e qytetit, vuri një gur të madh atje. Dhe ai uzinte rrugën shumë njerëz, mund të kaloje anash gurit, nëse doje. Po ishin çike bezdisme, do bëje këtë skiç kështu. Edhe shumica e njerëzve e pan atë gurin e madh atje, i pengonte. Ashtu dhe silleshin ca këteca, ndej shumë ankoheshin, gjithë shanin mbretin. Ky e ka vënë, ky maskara, ky poshtër, to pengesa, këto gjëra kështu. Dhe njëri nga këta thotë, "Ore, kjo do hequr tash se lamnam me këtë." Edhe i vihet ai kështu, merr ja dy shok, edhe ta ngrejmë këtë gurin, ta heqim këtë gurin. Edhe e hoqën. E kur e hoqën, ishte një qese me flori. Që mbreti kishte vënë nën gurin për të parë se kush do merrte mundimin ta hiqte. Tani mos lëvizni çdo gur, se nuk do gjeni qese me flori poshtyre, po ideja e fabulës është që ka nevojë që dikush të merret me këtë. Këto janë ato pengesat apo problemet që dikush që është në biznes kërkon që të zgjidhi. Mënyrat se si gjërat janë bërë deri më tani që mund të bëhen ndryshe. Kush ka atë shqisën, kam dëgjuar historinë e njërit më ka habit shumë. Ai kishte bërë 4 kompani. 4 kompani. Sepse kishte këtë. Kur ishte student, të parën hapi një çfarë gjeti ai? Gjeti që vinin student në vit parë nga e gjithë Amerika.
Dhe në vit parë ata kanë qenë në shtëpi deri tani, i kanë larë rrobat mami, ndoshta babin, ca familje, por nuk i kanë bërë vetë, as sekurosit, as larjet, as këto gjërat. Edhe u kanë blerë dhe rroba të reja se po i dërgojnë në universitet tani dhe ky theu këmbën. Theu këmbën dhe gjeti që kishte një problem tani që nuk lante dot rrobat. Kishte një laundromat, siç quhen këta, se këta studentët s'kan lavatriçe aty, po kishte një laundromat, po të shkoje te laundromat ky shkonte dot, se ishte me paterica, me gjitha të koshin e rrobave, gjërave kështu. Kështu i shkon mend e tha, kishte tha një shërbim që të vinte mi merrte, mua të mi lante të mi sillte te kurosura. Siç sjellin picën, më marrin të pistat, më sjellin të pastra kur mbaroj. Dhe e hapi vet. E hapi vet dhe kur vinin prindrit që shikonin në universitet këto ditët e hapura që quhen open days, ky shpërndau nga këto kuponat edhe këto që reklamonin. Këta i morën i thoshin shko, merrte numrin, i thoshin mos i laj vet ato do i prishësh. Xhinxet do i prishësh këto, do i prishësh xhaketat, merrte numrin ti lan ai për $5, ku diun se çfarë. Dhe bëri brenda një dite, asaj dite, bëri $80,000 nga këto që shiti, se i shiste ato ishin të parapaguara, si thua, ishin si karta kështu. Dhe ky biznes vazhdoi. Pastaj mendoi për një biznes tjetër që ishte ta hapte një çfarë quhet këto që mëson makinën? Një autoshkollë, por kishte zgjedhur që sepse ishte në Los Angeles, dhe në Los Angeles ka shumë aktorë që për vite me radhë provojnë të çajin Hollywoodin dhe shumica nuk ja dalin. Ka shumë njerëz të bukur, është çfarë po them. Dhe ai mori 6-7 goca të bukura, 6-7 çuna të bukur dhe i përdori ta si instruktor për gjimnazistët që po mësonin makinën. Dhe kur ishte vajzë, ai çuni që ta mësonte makinën, ishte yll. E to gocat e shikonin kështu. Edhe e njëjta gjë ndodhte me çunat. Ajo goca që mësonte makinën, ishte më e rritur ajo, ishte shumë e bukur. Edhe ata i thoshin një tjetrit, do të shkosh te autoshkolla e këtija. Janë shumë të bukur ata, domethënë kështu. Vetëm të rrihen me makinë me atë ishte qef për këta adoleshentët. Domethënë përdori këtë si shkoi mendet e kjo se tha kjo do funksionojë. Dhe një biznes i vërtet shumë i mirë shkoi në Argjentinë dhe atje bënin një lloj kpuce shumë të thjeshtë që bëhen me gomë dhe ishte shumë e lirë në Argjentinë kjo kpuca. Dhe kur ishte në Argjentinë ky takoi 2 goca amerikane në një hotel, rastësisht aty në hall, dhe ato i thonë që ne po shkojmë të çojmë kpucë në këto fshatrat e varfëra të Argjentinës, ishin në një mision, një organizatë që çonte kpucë. Dhe ky ja tregoi pastaj një shokut vet që vajta me ato goca, çon ato kpucët, ata fëmijët u lumturuan, tha, ishte një gjë jashtëzakonshme, shumë e bukur. Edhe ky shoku i tha, po mirë, tha, kur të çajnë ato kpucët që çu aty çfarë do bëjnë ata? E sa ky nuk e di. Po të paktën këto 3 muaj do kenë kpucë. Dhe pastaj i shkojnë mendje, tha, okay, po kjo nuk e zgjidh problemin. Po sikur të bëj diçka tjetër. Dhe vendos që ti shesi këto kpucë, të marrë një rreth 100 palë mori herën e parë dhe i çon në Los Angeles. Dhe i çon nëpër disa dyqane, i lën ato që ti vendosi tek këto kpuca ai. Ato janë të thjeshta, po janë shumë jo chic, e kundërta chic, janë shumë cool, po i quhet trend, hip, domethënë kështu. Dhe e marrin nga Vogue magazine në telefon. Dhe i thon, "Ti ke këto kpucët?" Po, sepse për çdo kpucë është ai që ju do blini, unë do dhuroj një palë kpucë për fëmijët në Argjentinë. Domethënë e lidhi si social business. Çdo kpucë që blini këtu, një palë kpucë shkojnë për fëmijët. Ti e blen, një palë shkon atje. Dhe kur u botua artikulli në Vogue, kërkesa për kpucët e këtij arriti në një ky s'kishte kpucë tani. Edhe u shkoi prapë në Argjentinë, e mori ca magazina të tjera, vuri ata që të bënin kpucë. Kjo kompani vazhdon akoma kësaj dite, sepse pati këtë fillin që lidhet me biznesin. Për çdo palë që ti blen, ti bën dhe njerëzit duan të bëjnë mirë. Njerëzit duan të kontribuojnë, vetëm që jemi të tillë që duan ta bëjmë sa më rehat jetë. Domethënë edhe kur japin për bamirësi, flas për botën jashtë, so duan të japin për kryqin e kuq, për këtë, për atë, për Salvation Army, ku diun, me kredit kart. Nuk duan që të paketojnë rroba, t'i lajnë, t'i shplajnë, t'i kurosin, t'i çojnë me makinë atje, se kjo ka atë mundimin e vet. Ka shumë njerëz që e bëjnë, por ka njerëz që nuk duan ta bëjnë këtë gjë. Po si mund t'ua bëjmë të lehtë, thonë këto organizata bamirëse sot, që njerëzit t'i japin. Dhe kjo ishte një mënyrë se si ti mund t'jepje duke bler një palë kpucë që në fund fare dhe Vogue magazine i vlerësonte si një gjë hip edhe interesante. Pra pengesa është rrugdalja, është koncepti i kryesor që unë nuhasa dhe biznesi ky është. Po ka një pengesë, aty është zgjidhja, se po e zgjidhet ju, fitoni. Po se zgjidhet e fundit pjesë, besoj edhe pavarësisht se ka shumë gjëra tjera për të folur, po duhet ta mbyllim. Është
kjo leximi, librat. Un kam shumë kohë që merrem me librat edhe në fillim isha nga ata njerëz që thosha ç'to lexoni më mirë bëj, shijoje, jetoje jetën se sa ta lexosh. Po pastaj kam ndryshuar totalisht, vazhdoj ta jetoj jetën, po tani e jetoj edhe më shumë me librat. Në rastin konkret për ju, si nisi kjo pjesa e të pasurit shumë pasion libra, sepse e di që e kini edhe... Që tjetër, në fakt kjo, nëse do kisha lindur në këtë brez tani, ndoshta nuk do lexoja as unë, në kuptimin që në kohën që unë jam rritur, librat ishin një formë marketimi nga të paktat. Ose do luaje për jashtë, po nëse binte shije në këto, televizor nuk kishte. Tirana fillonte transmetimet në orën 6 dhe mbyllte në 10, kishte 10 minuta për fëmijët, zakonisht 15 ndoshta. Po kjo ishte gjithë gjëja, kështu që pastaj fillonin ca programe super të mërzitshme për një fëmijë, apo lajmet që nuk na interesonin dhe unë e kaloja mbasditën duke lexuar. Mund t'ju them që është një nga gjërat më të mira që mund të bëni për veten. Leximi nuk është një dhunti natyrale e njeriu. Njeriu nuk është bërë për të përqendruar në një flet libri, sepse ka nevojë që ta ketë mendjen gjithandej. Kemi qenë njësoj të gjuajtur si drerët në pyll. Dhe një njeri nuk mund të rinte të shikonte lulen me obsesion, sepse vinte tigri dhe e hante, e përlante. Kështu që duhet të kishte veshët 4, syt 24, edhe të shikojë gjithandeja. Kështu që kur fillon leximi, mbas Gutenbergut edhe shtypshkronjës edhe masivizimit të librave, ajo që ndodh për herë të parë në histori është që në mënyrë masive tani njerëzit mund të ulen para një flete, të përqendrohen tek ajo dhe të mësojnë. Dhe të gjithë shpiket galopante të njerëzimit kanë ndodhur në 400 vjetët e fundit që libri ka qenë bashkëkohëtar. Sot ka më shumë shkencëtar të gjallë se çka patur ndonjëherë në histori që kanë vdekur gjatë shekujve. Sot janë të gjallë gjitha shkencëtarët. Domethënë potenciali trunor i njeriu është në kulmin e vet. Unë mendoj që letërsia, të gjithë librat, edhe librat që mund të jenë self-help, edhe psikologjik, edhe biznesi, edhe të gjithë librat që janë të mirë, janë të vlefshëm, por letërsia që shpesh herë në ambient e biznesi në mbledhsohet pak sepse shikohet si një gjë për qejf, ka aq shumë mësime brenda sa nuk ju a merr mendja. Dilema e njeriu mbetet e njëjta. Është e shkruar e gjitha në tragjeditë greke, që në fillim, që me Homerin, me Iliadën, me ato. Pastaj ne sillemi dhe përsillemi rreth të njëjtave gjëra, por romanet, letërsia na jep mundësinë ta kuptojmë botën njerëzore, edhe dilemat që mund na lindin marrin përgjigje, ti thjesht ke je si një sniper që ka atë syrin e pushkës, thjesht i shikon gjërat më qartë. Ato gjëra që ti si ke jetuar, po i ke jetuar përmes librave. Ka shumë shprehje, po janë patetike në vetvete për letërsinë për këto gjërat, po një profesor gjimnazi i letërsisë amerikane në Amerikë tregonte një ditë një gjë që kishte pas me nxënësit e vet. Ata kishin lexuar Aventurat e Huckleberry Finnit nga Mark Twain, ku ka një personazh që quhet Hajduti. Dhe ky hyn dhe del nga kapitulli 6 edhe deri nga kapitulli 8 ka mbaruar punë ky personazh. Po përshkruhet shumë mirë atje Hajduti. Edhe i pyet studentët, thotë, "Kë ju kujton Hajduti?" Edhe njëri nga ata çohet edhe thotë, "Më kujton X and X politikan." Po që ke të drejtë, tha profesori. Sepse ai kishte dalluar në mënyrën se si ky politikan mashtrues që ishte e sillte muhabetin, i kujtonte Hajdutin e Mark Twainit. Ky flet si ai Hajduti thoshte, ka atë lloj teknike, atë lloj gjëje. Edhe kjo është gjëja që letërsia bën ndonjëherë, kaq e thjesht, që ti pikas, unë thua ky se me kë më ngjan. E nëse të ngjan me Hajdutin, futja vrapit, se është njeriu i gabuar. Mund të analizosh, mund të kuptosh më mirë atë që ndodh, mund të marrësh nga kulturat e tjera. Mua më vlen si gazetar kjo, por unë mendoj që i vlen çdo njeriu. Sot bota është globale. Sot biznes nuk do të bëni vetëm me shqiptar, vetëm brenda Shqipërisë. Sa më shumë e një botën, sa më shumë e një natyrën njerëzore. Këtë librat ndihmojnë pafundësisht për këtë. Dhe një njeri që e njeh natyrën njerëzore, si Dale Carnegie për shembull, që mund të konsiderohet si libër biznesi, por ai ka shumë të mirë, se flet për natyrën njerëzore, si njerëzit qasen, si njerëzit mbahen ose lëshohen. Kjo është vetëm e përsi. Vetëm e përsi për ju. Që nga fjalori, mënyra se si do flisni, mënyra si do i thurni mendimet. Një profesor italian thoshte këtë.
mendimet ndërtohen me fjalë. Mendimet ndërtohen me fjalë. Dhe kur ti lexon elefanti i bardh futi noçkën në liqen për të pirë ujë, ti nuk lexon gërmat dhe tekstin. Ti shikon një elefant të bardh diku në një liqen që fut noçkën dhe ky proces në trup që tekstin e kthen në figurë, në imazh, është një sinops i jashtëzakonshëm për zhvillimin e trurit. Dhe kjo nuk ndodh kur ti e shikon një elefant në video, duke e bërë atë. Po ndodh kur ti e lexon atë dhe pastaj e ndërton vetë këtë figurën. E bën trurin tënd, e krijon atë dhe ky është një ushtrim i jashtëzakonshëm. Ky ndihmon që të vinde ide, ky ndihmon të vizualizosh gjëra që njerëzit e tjerë nuk i shohin në të njëjtën kohë. Dhe kur nuk ke fjalët, thot ky profesori për të rikthyer edhe një herë, se ti s'ke lexuar dhe nuk i ke fjalët, ti nuk ndërton dot mendime, ti e ke kapacitetin për të patur këto mendime, po s'ke fjalët që të arrish aty. Ti e di se si bëhet një shtëpi, po s'ka asnjë tull. Madje te një libër që kam lexuar së fundi, edhe emocionet janë fjalë. Pra ne nëse ne nuk kemi fjalë për shumë emocione, por po të nisim ti përshkruajmë për shembull am patatina para televizorit, mundet të kemi të njëjtin emocion shumë shpesh. Pra është e njëjta gjë. Ndërkohë në kontekstin tim personal, un kam qenë ai personi që ju thosha njerëzve, madje edhe gruas që kam tani i thosha atëre, nuk lexoja fare në universitet, mbas universitetit, nga fundi. Më mirë i bie kitarës sa të lexoj për atë, po pastaj isha në një udhtim, edhe s'kisha ç'bëja përveç se të lexoja. Edhe lexova 3 shokët e Remarkut, edhe 3 shok në Francë, gjatë luftës së dytë botërore, s'kisha shanse ta jetoja. Domethënë ishte e pamundur që unë mund të kisha ndjesinë edhe kontekstin e 3 njerëzve në Francë në 1944 kur ka qenë lufta e dytë botërore. Pra, edhe aty thash, wow, domethënë sa shumë mund të jetoj tani, se vërtet kam jetuar, i bie kitarës, si kam rënë kitarës, po kam ecur jam zënë me shokët e mi, po tani unë mund të përjetoj të gjithë zënjet e të gjithë njerëzve, edhe mund të shikoj kontekstet e këtyre dhe që atëre, mbas edhe për mua ka ndodhur një shpërthim, nuk e di cila është arsyeja, pra mbas është ky vizualizimi që i bëjmë ose është ajo fuqia për të përqendruar në atë gjë që ne natyrisht nuk duhet të përqendrohemi, edhe më ka ndryshuar aq shumë sa unë tani nuk e konceptoj dot më të mos lexoj. Edhe kur më arrestuan i thash, a ka libra? Ka, po mos u mërzit se ri unë aty ditë. Jo, një gjë për shembull që mua më ndodh tani është shpesh herë më ftojnë në banka, nga këto bizneset e korporatat kryesisht që kanë telekomet e tjerë, për të folur për komunikimin, edhe për të dhënë atyre trajnime në komunikim, punën në ekip, empatia, ato aftësitë e buta që i keni dëgjuar, se si ta lexosh tjetrin edhe emocionalisht. Këto janë gjëra të përditshme. Benjamin Franklin për shembull tek autobiografia e tij, ai punonte në një shtypshkronjë, edhe nuk pinte birr, gjithë tjerët pinin birr për mëngjes. Edhe kur bënin pushimin e parë pinin birr, se ja quanin që birra është dhe bukë, thoshin është ushqime kështu, të mban. Ky vendosi të hante pshesh me qumësh, edhe u thoshte atyre, se ishte djalë i ri, thoshte hani pshesh me qumësh, është shumë i mirë të bëni kështu, të bëni ashtu. Ata donin birr, se sigurisht edhe deshin pak do pëlqente. Dhe ky kishte lek se kursente, nga që pinte birra, dhe ata i thoshin, na jep lek ti blejmë një birr, se ti ke lek. Ky i thoshte në fillim, i thoshte, nuk ju jap, thoshte, unë kurse juve pini birra, vazhdoni. Dhe çfarë ndodhte se kur shkonte ky në pushim, ata në shtypshkronjë ja ndronin ato gërmat. Që ky kishte renditur me radhë, që të bëjë një artikull do t'i vije gërm pas gërme prej tunxhi. Kështu që të formoheshin fjalët, hapësirat midis fjalëve, dhe pastaj lyej me boja ato hekurat edhe printoheshin në letër. Dhe kur gjente ky i kthente një gërm zera kishin hequr këta, kishin ndruar kështu, se so jete lek. Edhe tha kuptova që të shkosh keq me ata që punon çdo ditë është çmenduri. E fillova u jepja lek për birr. Edhe kur ti ke empatin, kur ti di se si ta lexosh natyrën njerëzore, edhe librat ndihmojnë jashtëzakonisht shumë me këtë, ti je më i qasshëm, je më i kuptueshëm, edhe i kupton më mirë tjerët, edhe emocionet e tyre, dhe në çdo ambient pune, në çdo ekip pune, ta njohësh natyrën njerëzore është vetëm e përsi, vetëm fitim. Kështu që librat ta japin këtë. Ka libra që të bëjnë për qarë, për ngjarje që ndoshta edhe personazhet janë fiksionale, ti e di që s'kan ekzistuar kurrë, po është i vërtet emocioni. Është e vërtet ajo që ndodh atje dhe mendoj që i bën mirë shpirtit ti përjetoj sa gjëra. Edhe të qajit ndonjëherë sepse është e dhimbshme, apo të gëzoj, apo të qesh si gomar, ka libra që të bëjnë të kesh atë lloj reagimi, po vetëm ndihmon, vetëm jep. Okej, unë kam shumë gjëra tjera për ta pyetur, po doja ta mbyllnim, është shumë kënaqësi. Nëse keni ndonjë gjë për
Ha e zauruar, mund të thoni, po unë ju njoh tani edhe e di që ju jeni duke menduar 100 gjëra në kokë tani, edhe nuk i artikuloni dot lekt, po është normale ajo pjesë. Të falenderoj shumë për kohën, edhe kjo është e vërteta, sepse në media ne do ishim me 5 minuta, unë do të ndaloja, po thjesht gjithmonë që të dilje to the point. Kjo është e bukura e kësaj dhe unë prandaj dua ta bëj më shpesh me më shumë njerëz, sepse mbas pak kohe del tamam ajo e vërteta dhe të falenderoj shumë që ndave me ne këta. Që kënaqësi. Faleminderit.